Ndërkohë, pronari lokali ka denoncuar një ngjarje të rëndë të ndodhur gjatë natës në krahas të Fushkrujës. Mondi Voga ka denoncuar se në drejtim lokali i tij është qelluar me armë zjarri gjatë natës. Por për mësuar detajet më të fundit kam kolegen Sara Demushi. Sara, përshëndes, më trego pak lidhur me këtë ngjarje dhe kush është pronari i këtij lokali, se nuk është një emër i panjohur. Saktësisht, si që thatë edhe ju në studio, pronari këtij lokali nuk është një emër i panjohur, pasi kujtojmë se ka qenë edhe ish shoferi i ish prokurorit Arjan Doj, i cili tashmë është edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të 11 majit, por nga ana tjetër Mondi Voga është edhe person i njohur për autoritetet policore për shkak edhe të precedenteve të mëparshëm penal. Por për të ndalur tek ngjarja e mesnatës, ku në fakt është regjistruar rreth orës 1:10 minuta në fshatin Krast, ku në ambientet e lokalit në cilët është në pronësi të Mondi Vogës është qelluar në drejtim të tij. Në fakt, sa i përket ambientit të lokalit, kati i parë shërben si lokal, ndërsa katet e tjera janë si hotel, dhe në momentin që është qelluar në drejtim të këtij biznesi, ka qenë edhe veti pranish Mondi Voga së bashku me familjarët e tij. Lidhur me ngjarjen e cila është regjistruar rreth orës 1:10 minuta, ka qenë pikërisht pronari i këtij biznesi, i cili menjëherë ka njoftuar sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës për atë çfarë ka ndodhur. Menjëherë kanë bërritur uniformat blu, ku kanë konstatuar se në drejtim të këtij biznesi është qelluar me Kalashnikov, dhe të paktën në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe ka sekuestruar 15 gëzhoja. Më pas, nga ana tjetër, është bërë edhe kçyrja e vendit të ngjarjes, nuk e di nëse edhe regjia na ndihmon me pamje nga vendi i ngjarjes gjatë ditës së sotme, ku është bërë edhe kçyrja. Janë pikërisht edhe shenja që kanë lënë edhe plumbat në ambientet e këtij biznesi në katin e parë që pikërisht është operon si lokal, ndërsa në katet e tjera si hotel. Ndërkohë nga ana tjetër, siç e theksova, janë gjetur 15 gëzhoja në vendin e ngjarjes, por më pas nga kçyrja e vendit të ngjarjes, paktën deri në këtë moment kamerat e sigurisë nuk kanë arritur të shquajnë apo të kapin autorët apo automjetin me të cilin kanë lëvizur, pasi dyshohet se është qelluar nga ana tjetër e rrugës, duke bërë të vështirë nga ana tjetër për grupin hetimor dhe policin për të bërë të mundur edhe identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Paktën deri në këtë moment policia nuk ka ende asnjë identitet të personat e cilët kanë qelluar në drejtim të biznesit të Mondi Vogës mbrëmjen e shkuar rreth orës 1:10 minuta, por tashmë janë duke kryer të gjitha verifikimet dhe do të bëhet edhe marrja në pyetje e pronarit të këtij biznesi për të kuptuar nëse ka pasur edhe shqetësimet e tjera apo konfliktet më parshme të cilat kanë quar pikërisht në këtë ngjarje rreth pak pas mesnatës. Por në fakt thimi kujtojmë se Mondi Voga nuk është një emër i panjohur, pasi edhe në vitin 2017 pikërisht të njëjtit biznesi është vendosur lëndë eksplozive, ndërsa për të ndalur tek e shkuara dhe precedentet e tij të mëparshëm, kujtojmë se në vitin 2018 ka dhënuar avokatin Ilia afër prokurorisë së Durrësit, në atë kohë ishte punonte pranë si shofer i ish prokurorit Arjan Doj, dhe më herët kujtojmë se ka qenë pikërisht për këtë ngjarje u vendosën në hetim edhe prokurori asaj kohe Arjan Doj mbi dyshimet e organizimit të sulmit, pasi ka pasur një konflikt verbal një ditë përpara ngjarjes në sallën e gjyqit me avokatin Ilia, dhe të paktën në atë kohë edhe në dëshmi që ka pasur babai i Mondi Vogës deklaroi se djali ishte rrahur nga avokati pasi ka qenë i shtyrë nga prokurori Doja. Ndërsa në vitin 2020 kujtojmë se është arrestuar nga ana e policisë së Tiranës për armbajtje pa leje. E theksova deri në këtë moment ende policia nuk ka ende asnjë identitet sa i përket autorëve të cilët kanë qelluar në drejtim të biznesit të Mondi Vogës. Tashmë mbetet për të parë se cilët do të jenë dhe se si do të vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje, po ashtu për të rënë edhe në gjurmët e personave të cilët kanë qelluar në drejtim të këtij biznesi. Okej, ndërkohë Sara, do dua ndalem shkurtimisht në një tjetër operacion të policisë Tiranës që ka goditur një numër të madh personash që shisin lëndë narkotike në kryeqytet.
Në fakt është një tjetër operacion tashmë i zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës, nga sektori i antidrogës, ku në fakt ajo çfarë vjet re në këtë operacion të zhvilluar gjatë ditës së djeshme është goditur një prej zonave më të frekuentuara të kryeqytetit nga të rinë, pikërisht zona ish bllokut, kanë qenë fokus i kontrolleve të ushtruara gjatë ditës së djeshme, konkretisht lokalet e natës, për cilën në fakt ajo çfarë bën me dije ditën e sotme policia në një njoftim zyrtar janë identifikuar 42 shtetas pjesëtar të grupeve të ndryshme të cilët kryenin këtë veprimtari të jashtëligjshme dhe shisnin doza kokaine dhe heroine, konkretisht që theksova në lokalet e natës në zonën e ish bllokut. Sa i përket këtij operacioni, nga 33 masa sigurie që ka caktuar gjykata, u bë mundur ekzekutimi i 25 prej tyre, ku 24 janë me masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa një person tjetër është me masën e sigurisë arrest në shtëpi. Sa i përket gjithë organizimit të këtij operacioni, në fakt vlen të theksohet se janë sekuestruar 85 kg lëndë dyshuar narkotike kanabisative, 1 kg e 964 gram kokain, 450 gram heroin, 2 armëzjarri pistoleta, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shumë të konsiderueshme parash. Tashmë puna e policisë vijon edhe për kapjen e 8 personave të cilët janë të lidhur me shpërndarjen e lëndëve narkotike, konkretisht në zonat që frekuentohen më shumë nga të rinjtë, konkretisht një nga zonat për cilën ka shumë kohë për cilën policia ka tentuar që të futet në këtë zonë, është zona ish bllokut, ku edhe ka bërë edhe këto goditje të radhës. Sajtë Moshi, shumë faleminderit për gjithë ata që solle. Turoj vijim ditë të mbarë dhe punë të mbarë.